Punimet po ecin mjaft mirë, po punohet me orare të pandërprera, 24 orë, kontraktori ka ndarë 2 turne nga 12 orë. Ka një mobilizim në mjetet total, ndodh vazhdimisht evadimi, largimi i masave nga trupi rrëshqitur, kjo për ta çuar Skarpatën drejt një ekuilibri natyral të saj, por ndërkohë paralelisht edhe për të hapur vende shpimeve të sondave. Shërbimi gjeologjik ka përcaktuar 4 spote në këtë pjesën e sipërme. Një sapo përfundoi pak më parë, e dyta do të zhvillohet sot, ndërkohë që ekskavatori po hap vendin për shpimin e saj, ndërkohë të dy të tjerat do të bëhen në ditën e nesërme. Ka përfunduar mbrojtja lumore, pra devijimi i trupit lumor që mos godasi pjesën e Skarpatës në hekurudhën shqiptare. Ka një mobilizim total nga ana e kontraktorëve, autoritetit, edhe hekurudhës shqiptare, shërbimit gjeologjik. Ndërkohë pak më parë ishin edhe 2 pjesëtarë të Universitetit Politeknik Tiranës dhe të Institutit të Inxhinierisë, sepse ne po këshillojmë vazhdimisht me to. Projektuesi ishte në terren bashkë me neve, me cilin u këshilluam, lidhur me propozimet që ai ka sjell, sepse ditën e djeshme, korrigjohet lutem në drejt ditën e djeshme, solli 3 propozimet. Ne u mblodhëm sot në mëngjes para se të niseshim për inspektim, ku bëm diskutimet tona. Ne besoj që ditën e hënë jemi në gjendje, sepse duhet ta vlerësojmë. Pra ai ka sjell propozimet e tij lidhur me trajektoren, ndërkohë që ne duhet të vlerësojmë nga ana jonë pra volumet e punës, sepse këto janë ato që përcaktojnë dhe afatet, të cilat natyrisht është gjithë opinioni publik i dëshirueshëm për të njohur me to. Kështu që ne si autoritet mendojmë që të hënën jemi në gjendje për të përcaktuar afatet e punës sa i takon rrugës alternative në trupin lumor në krah të hekurudhës shqiptare. Ndërkohë që rezultatet e shërbimit gjeologjik, pa të këtyre 4 sondave që do të zhvillohen, mund të na hapin një hapësirë për të konsideruar dhe një alternativë të dytë paralele që ta zhvillojmë këtu sipër. Megjithatë, pa rezultatet e sondave, pa shërbimit gjeologjik e konkluzionet e tyre, kjo është një alternativë cilën unë po e shmang ta artikulojmë gjatë. Ka një përfundim të konkluzioneve lidhur me punimet për korridorin e 8 për vijimin e punimeve. Ku do të vijojnë? Punimet e korridorit 8 gjurma nuk ndryshon, absolutisht është kjo që jemi këtu, kështu që korridori 8 nuk ndryshon. Tash ne do natyrisht kur të përfundojnë gjithë punimet ty, do jetë nevojshme të bëjmë edhe një grupim për të bërë konkluzionet ose më së të nxjerrur mësimet nga kjo, lessons learned që i thonë në gjuhën angleze. Pra, natyrisht ne do të mbledhemi pastaj me gjithë aktorët ose institucionet gjatë cilave ne kemi qenë konsultim gjatë kësaj periudhe. Faleminderit ju. Aksi i hekurudhës do jetë i njëjti, me përmirësime të rrezeve çfarë konsulenti ka shprehur. Dhe nëse se gjithë veprat janë të prishura, ose do vendosin vepra të reja, ne do t'i prishim ato ekzistuese për të bërë një korridor 8 i cili është komplet i ri. Siç e kam shprehur në kryeterës, gjithë veprat e artit do revizionohen. Tunelet do zgjerohen për shkak se korridori 8 do jetë i elektrifikuar dhe gabaritet që tunelet e vjetra kanë nuk janë të nevojshëm për pjesën. Për sa i përket rrëshqitjes në Dragostur, ky vend do jetë ai çfarë ne do ta mësoj për gjithë Skarpatat dhe gjithë prendës që janë në këtë zonë, duke parë mundësitë e gjeologjive të shtuara. Dhe kjo na ka dhënë një mësim të jashtëzakonshëm për të parë në të ardhmen gjithë projektet e ardhshme.